Mbrëmja e sotme pritet të jetë një nga netët më të forta dhe më vendimtare të këtij edicioni, teksa loja ka hyrë tashmë në fazën më delikate të saj. Vëmendja kryesore e këtij prajmi do të jetë televotimi kokë më kokë mes Henrit dhe Blerinës, ku njëri prej tyre do të largohet përfundimisht nga gara. Pas ditësh të mbushura me tensione, strategji dhe diskutime të forta mes fermerëve, publiku tashmë mban në dorë fatin e dy prej konkurrentëve më të komentuar të këtij sezoni. Gara mes tyre është kthyer në një duel të vërtet emocionesh, ndërsa mbetet për tu parë se cili do të ndërpres rrugëtimin në ferma VIP. Si çdo javë, edhe sonte nuk do të mungojnë sfidat e reja, të cilat pritet të testojnë jo vetëm forcën fizike, por edhe durimin, si dhe marrëdhëniet mes tyre. Në një periudhë ku nervat janë në limit dhe çdo vendim mund të ndikojë lojën, sfidat e agajit pritet të ndezin akoma më shumë atmosferën brenda fermas. Në këtë prajm nuk do të mungojnë as debatet e forta dhe përplasjet mes fermerëve. Aleancat duket se po lëkunden, ndërsa tensionet e grumbulluara prej javësh kanë sjellë diskutime të ashpra që pritet të marrin përgjigje sonte live. Një tjetër dinamik që ka tërhequr vëmendjen e publikut është edhe raporti mes Mosës dhe Zhakut. Pas shumë tensioneve, ironive dhe përballjeve të vazhdueshme, duket se mes tyre ka pasur një ulje të tensioneve dhe një përmirësim të marrëdhënies. Dy fermerët kanë shfaqur më shumë qetësi ndaj njëra tjetrës gjatë ditëve të fundit, duke lënë të kuptohet se konfliktet e forta mund t'i kenë lënë pas. Mes emocioneve, surprizave dhe një eliminimi që pritet të trazojë fermën, mbrëmja e sotme që do të fillojë në orën 21 premton spektakël dhe zhvillime të forta që mund të ndryshojnë krejtësisht ekuilibrat e lojës.